Balong ataka mami zilugu. Mami spit, mami drit. Oh chansi mami, oh chansi mami, oh chansi mami, oh mami, oh dritam, nego spalomen, nego spalomen.
mirë se erdhët në një vlog të ri. Si që pat, unë u mora pak me shansin, se akoma nuk jam mësu që t'i them direkt shansi, më para më vjen Odin se sa shansi, por që nejse të dy çurat e mia s'prish punë, nuk po i lej pa emër. U mora me shansin, i dash me pi, e ndrova, tani kam vendos tek ai relaxi, shallat më rri qik, dhe po merrem pak me sistemimet e shtëpisë, siç e pat i fillova një qik, po ka shtëpia sa dush, kam dhomën e Odit, kam dhomën ton, banjon, pjesën këtu të gatimit, do nxjerr i qik mish që të bëjnë e gjell, nuk e di se qa, por që nuk e di pse nuk jam shumë mirë. Më duket sikur po më bjen pak tensioni dhe po dirësis shumë. O më ka bë keq mëngjesi, që unë thjesht hëngra bukë me proshut dhe me djath bebe, po nuk e di që më ka bë keq, se sa marrova bukën, unë ndjeva shumë keq, isha po e marr veten, sepse jam si pa fuqi dhe sot kjo kështu do jetë dita jonë, besoj, më shumë në shtëpi. Është e enjte, sot e kemi lënë të dalim nga darka me gjysha dhe gjyshin tim, që jetojnë në Amerikë, por 3 muajt e verës i kalojnë këtu, dhe po i vinë ditët që t'hikin dhe duhet të dalim patjetër një darkë me ata. Ndonjë gjë të vogël mund të bëjmë, po në përgjithësi 80% e ditës do jemi në shtëpi, duke gatu, duke u marrë me këto, qa ka shtëpia, mos edhe shtëpia ka plot. Plus edhe me shansin normale që ke qa bon. Dhe kështu, unë kam vendos, kam një orë që po vendos gjithë vlogjet e gocave, kush ka bë vlog do t'i shof, në rast se t'i shof do të paktën t'jenë aty në televizor, të marrin atë klikimin dhe të më thënë të kem dhe diçka në sfond. Dhe kështu, po marrë dhe këto gjërat e vogla që kam, dhe do bëj një kafe për vete, inshallah më bë më mirë, se mos më bënë dhe më keq, nuk e di. Jo, në fakt, kafe ta ngre tensionet. Kështu që besoj do më bëj më mirë, se më sa po kuptoj, më ka ra tensionet. Jemi bosja të pleq, të marrim vesh nga tensioni, nga rrafjet e zemrës, nga diabeti, nga çdo gjë prej shtazaniz. Unë këto gjëra kam nga shtazania, i marr vesh gjithë nga shtazania. Si të që kuptova që pas te kamera, ja kam tregu pak a shumë, ku kam bërë ca filmime të vogla. Si që shikoni, unë kam marrë një gjerdan të ri, më saktë ma ka ble Lori, një gjerdan, një medaljon të ri, me emrin e Odit dhe shansit, dhe mbrapa janë datat e lindjeve, sepse unë kam pasat e rrethoren vetëm me emrin e Odit, po tani më bëna me 2, kështu që s'mund të maj vetëm një, është shumë e bukur, është goxha e plot, goxha e kushtueshme dhe më ka pëlqyer jashtë mase shumë, dhe Lori më bleu dhe këtë unazën me gur bëqell, si mam qunash që jam, më kanë pëlqyer jashtë mase shumë, nuk e prisja, dhe këte herë nuk ngopem duke e pa, shumë më pëlqen. Nise, tani po merrem me këtë që ju thash, bëj kafe dhe çohim që do bëjmë gjatë ditës në shtëpi. Si shqyr po rika, pa janë ndez fare këte. Kur bëm kështu don që të shkoj ta marrë, kështu si qesh. O shpirti mamit, a cuni mamit? A drita mamit? Ku ka mamit cunin? Ku ka mami jetën? Do vdes fare unë për ty. Do vdes fare unë për ty.
got that ease in every move. Like the whole world made a path for you. Market dust on your sandals clean. Still you shine like a low-key queen. I bring the fire, you bring the breeze. You twist my thoughts with a single tease. If I trip, then you pull me through. Now all I want is a dance with you. Come close, don't run, stay right there. One more touch, I swear, I swear. Your laugh like fire, my hand won't hold. If you want me, say it slow. Sissy Moyo, come my way. Sissy Moyo, don't delay. Hold me close, make me stay. Sissy Moyo, night and day. Sissy Moyo, break that chain. Sissy Moyo, call my name. One more step, one more sway. Sissy Moyo, come my way. Come my way. Mirëmëngjes YouTube-i, sot është e shtunë. Sot kam ditën që do bëjmë qepikët bashkë me mamin. Kam marrë vetë çunat me vete, edhe të voglin edhe të madhin, ja dhe mami po vjen. Të bëjmë qepikët edhe të shohim ku do shkojmë dhe që do bëjmë. Dust on my boots Po dalim from the neve, county road. po dalim xhiro. Jars on the shelf and the porch screen slow. You met me there with a mason. Mirëmëngjesi nga e djela. Ne sa po hëngëm bukën. Bëra kështu bukë me vezë, me salam. Jo me salam, me suxuk. Me domate, me djath, edhe në shio jashtë masë shumë. Dhe... Nuk ka balans. Ka balaqe. Anë që dali dhe kë. Pet, unë këtu, mame dhe ja. Edhe këtu. Edhe Odi. E hëngë një copë, vetëm një bukë, pasi gjë tjetër, po që paktën mjafton që nuk e ka stomakun bosh. Nuk është një që ka shumë qef ta mëngjesin, domethënë ta haj kështu të plot, përveç se byrek, po nuk du t'i jap gjithmonë byrek. Nuk du t'i jap gjithmonë byrek, edhe po në përgjithësi gjonat e tjera mëngjes nuk e ka shumë qef. Unë kam bo gati shansin, e kam ndru e kam vesh e kam rrugullu. Ha, tregoj e njëra te. Mirë, edhe bëjmë në si këtu, si kafe mbura, si tort. Kafe si tort, po, mami ke shumë drejt. Po, shi se buk. Shumë bukur. Tani të flasi mami? Pastaj Odi? Po, Që po thoja shansin e kam ndru e kam bugati, kam për të vesh Odin, për të ndru për të rrugë vet. Lori doli pak se kishte një pagesë për të marrë dhe nuk e dim fare se ku të shkojmë e se që do bëjmë. Thjesht dim që ku dalim tani do pim kafen, me shumë si mund ta pim këtu ke lagja jonë poshtë në plazh. Ose në rast se na ka marrë dikush nga grupi që ne mblidhemi, mund të shkojmë në vend tjetër, nuk e di. Po puna është ne duhet gjejmë se ku do hajmë drekën, domethënë ku do kalojmë përgjithësi ditën sot. Nuk e kemi mendu fare, nuk dim gjë fare, po që unë zakonisht, ose ne më sakt, e zgjidhim se ku do shkojmë. Domethënë momenti që pim kafen, kontrollojmë në Instagram dhe e gjejmë dhe shohim tani. Unë, nga që po bëhet bëja gati disa rroba të shansit për t'u la, nga që gjithmonë mami të makarona gjyra. i lej veç rrobat e shansit, i laj veç normale. Ka edhe atë, derisa në rrobave të vetën që e ka për prap veç. Edhe po bëja gati rrobat që ka për t'la, dhe pas këtë sepin me 3 kostume që kam porosit. Se merri dje për që ty pak mami këtyre. Kështu, ashtu. E kam porosit par dje, jo, ka një 3 ditë ka që kam porosit dhe me erdi dje. Dhe ta hapim bashkë e shohim bashkë. Ngjyrat i ka shumë bukura. Ja kam porosit kastile për këtë periudhën sepse doja disa rroba me ngjyra shumë të bukura, më men që kështu dhe kostume që kam pas marrë edhe Odit me ngjyra të bukura verore dhe gjeta edhe për shansin. Jo, është shansit e mami, është i bebit, shive sa të vogla janë. Ku të vinë ty këto? Ja, ky është një kostum me patokun Donald, me një ngjyrë shumë bukur. I kam marrë fiks për
Verë dhe më shumë ka mendu për ato ditë që t'i kemi pushime, sepse unë nuk kam thënë, po ne kemi prenotu biletat për në Greqi. Dhe ikim gjithë, dhe ikim familja ime, dhe ikim me Lorin me çunat, kesi me motorën, po. Kesi me gocën me Erson, dha im, edhe im gjatë orëve do ikim me makina. Kemi përmenduar tek ai ishulli që është përballë Zakin thos. Nëse kjo është histori tjetër. Po, do ikim shpirt. Ky është kostumi numër 2 me Mickey Mouse-in. Shumë bukur. Dhe kostumi numër 3 është me Pluton. Domethënë gjitha i kanë pantallonat shumë me vize dhe një personazh vizatimor. Shumë bukur. Më thonë pres të lahen. Thahen dhe të vesh çunit. Tash ti, pse më prishë mami këtë zonën këtu ti? Jo mami, të janë për të nejtë këtu. I kanë për të losë kot. Edhe tani neve do të qohemi. Do ndrohemi, do vishemi bukur. Hë? Jo, është vraj. Jo, ato do vishim me rroba tjera, ti do vesh rrobat e tuja, vaj rrobat e veta. Bollu krujta, e kanë myt mushkonjat. E kanë myt çunin mushkonjat. Jo, nuk mund shirishtu, mami, jo. Tani, neve po të qohemi. Do me thënë, do qohet odi se unë e qume jam. Edhe do ikim bëhemi gati e vashavar, se Lori tha sa të marrë venat e punën, ju t'jeni bë gati dhe ditë ju marrë. Po iki... Sa po arritëm në Dajt edhe kemi ndalu këtu te kjo zona që bën xhiro me kuaj. Ka ndalu në fakt vetëm Modi dhe Lori të bëjnë xhiro me kuaj, se unë kam shumë frikë, plus që kam përtruit dhe shansin që ka shumë bukur, nuk është shumë vap, është koha perfekt sot dhe po kënaqemi. Odi! Sa bukur! Odi, zbrit mame. Bëj swing. Po ti do bësh swing ti. Do bësh swing.
Bëja gati të mbyllja videon dhe ta postoja, si e hënë që është, po vura re që si ju kam tregu qa kam ble djetë e Kiabi, të Tegu, sepse pas drekës, me që ishim ndajt, zbritëm poshtë dhe ndalum në iqit e Tegu, se nuk jam fare mirë me rrobat për shansin. Gjitha rrobat që normale që ato 0 deri 1 mush, 1 deri 3 mush kanë dalë kështu jashtë përdrimit fare dhe 80% të veshjeve që unë i kam ble shansit nuk janë përdor fare se nuk i erdhën kurr, por dhe rrobat që i kam 3 deri 6 mush nuk i vinë dhe kam marrë këto që janë 6 ose 9 mush. Edhe pse shansi është thjesht 2 mush, po thoni mashallah një herë, mashallah, se unë e teproj qik me këto gjonat që tregoj ose që e nxjerr çunin, po nuk është se besoj shumë te këto që të marrim sysh kalamajt kur i nxjerr ose kur i publikon, por që gjithsesi duhet më uroj se nuk i dihet. Dhe po ju thoja, nuk kisha mirë me rrobat për shansin dhe nuk jam akoma mirë, do dal prap të blej. Po dje u bot të merr atje te Tegu, kur shkum nuk ishte dhe aq keq, po merra gjysmë morshit, u shtun 2-3 herë më shumë njerëzit dhe ju besohet që me zor kaloje ose në për rrallë, në për kasa, mund të kishe 10 njerëz para teje dhe unë këtë gjë kam të merr të pres ashtu. Madje kur isha te Rosma në një moment bërtita një qik, thash nuk është normale ditë diele të lesh vetëm një kasiere, duke qenë se aty ishin 4 kasa, kishin lënë vetëm një kasiere dhe njerëzit duke prit në rrallë në atë farfeje, një 2 njerëz para meje kisha një plake që shketa me zor po rrinte, kishte më duket nga këto vitaminat që futen te uji, që bëhen kështu si shkume dhe pihen. Dhe merri shumë keq për atë plakën, asnjë s'po ja hapte rrugën, asnjë s'po i thoshte kaloti para se vetëm atë kishte në dorë. Nuk e di domethënë, edhe siç thash një moment bërtita, i thash sillni kasiere tjetër se nuk është normale kjo gjë, dhe mas një 5 minutash erdhi një gocë që pastaj marrëm punë më shpejt, por që prandaj nuk netëm shumë, domethënë shkum tek Kiabi, shkum tek Zara, që Zara ishte skandal fare, nuk kishe fare çat shifje, çat bleje. Edhe tek Rosmani, kaq. Çum kalamajt e lodrat, hëngrëm një akullore, pim një kafe aty jashtë e veranda edhe unë nisëm për Durrës. Unë pak gjona kam marrë, sepse siç ju thash nuk u rrinte aty, tu merrte fryma, po që këto që i kam marrë do t'ju tregoj. Si fillim t'ju tregoj këtë kostumin. Këtë kostumin e kam marrë më shumë sepse këto pantallonat, këto tutat, janë si jeans, kanë kërë si pamje jeansi dhe shansi nuk kishte. Kishte një kostum që e ka 0 deri 3 muaj kështu, po prap me pamje si jeansi, po që nuk i erdhi kurrë, nuk është përdor kurrë. Dhe më erdhi keq, thash po i blej një tjetër dhe këto i kombinon me lloj badish, po kjo ishte kostum, kishte këtë bluzën me simbër, shumë e bukur, po ju thash më shumë e bleva sepse doja këto pantallonat që t'i kombinoj dhe me tjera. Këtë setin ja kam marrë për 6 muaj, por nuk e di a do t'i vi. Kam has do t'i ri pak në gjitë. Edhe në rast do t'i ri në gjitë, është sigur që do më shkoj dam, nuk do ja vesh. Tash këto kushtun 15.900 lekë. 16.000 lekë ka kushtu ky kostumi. Është diku këtu. Iku një. I mora edhe një palë tuta Odit, sepse këto kështu bardhëzi janë kombinueshme goxha, edhe ka dalë goxha në mod. Ja mora për 5 vjeç, po dhe Odit kam hallë se këtu do t'i rrin pak si dogra, po inshallah jo. Këto kanë kushtu 6.900 lekë. Mora edhe këto tutat për shansin. Ishin kështu set me 2 palë, një palë jeshile thjeshta me lidhse bardha dhe një palë kështu me vija që janë për prapë mod, edhe këto janë mora për 6 muaj. Këto kanë kushtu 5.500 lekë të dyja. I mora edhe këto tutat e bardha, se edhe këto janë të kombinueshme goxha.
të thjeshta, të bukura, të shkurtra, edhe këto për 6 muaj, 7.900 lekë. I mora këtë setin me 3 badi, një me yje, një me viza, një thjesht e bardhë, pasi gjo. Ishte shumë e vështirë në fakt për moshën, për këtë moshë të gjeje roba, nuk e di pse. Jo, nuk që ka e thjesht fare kjo e bardha. Kjo e bardha është kruka petit amor. Nuk që ka e thjesht, shumë njëse, kështu thjeshta fare, ma ose kam qef pasi gjo. Qovim të ashtë sa ka kushtu kjo seti, po që nga trova fare që i bona. Që i bona kësa e bluzës më? Pse u bo kështu kjo? Nise. Ky seti ka kushtu 10.000 lekë, 9.900 lekë dhe këte e ka marrë për 9 muaj, sepse badit shansi do në goxhat muaja, për 6 muaj për i rinë të vogla, për 9 muaj me sa di ka shumë mirë. Ka marrë dhe kapuça që janë kështu si veror, janë shumë të lehtë, sepse po kërkoja për kapuça. Sa ato që ka nuk i vinë fare. Një kështu gri thjesht, një me fushë të bardhë dhe me viza si bojqell, që shkruajnë newborn, nuk e di pse shkruajnë newborn ku këto janë për 6 muaj, por nejse. Dhe kjo, që është thjesht kështu ngjyrë si pana, ka disa, po ta veni re, ka disa pika të bukura, të lehta, kafe të errët, shumë e bukur, e thënë shumë bukur kjo, dhe ka 2 vesh. Kjo ka kushtu 3.500 lekë, ndërsa ky seti si u tregova, ky seti 4.500 lekë. I mora edhe një nga këto kapelet që janë kështu për verë, për plazh, e ka dhe një blu të errët si kjo, ja mora edhe një të bardhë, po puna është që kjo kishte vetëm për 1 deri në 3 muaj. Nuk është se kishte për më të madhe, inshallah po i vjen. Këto kushtun, kjo kushtoj domethënë 6.900 lekë. Para se me shku te kasa, pash një zonë aty që nuk kisha pa ndonjëherë te Kiabi, që kishte dhe kështu sete çerçafësh, kluf jastiqesh, kluf dysheku, dhe më bën shumë përshtypje fakt sepse kishin modele shumë të bukura dhe kishin fut pak këto detajet e vjeshtës. Dhe sa i pash që mora këte jeshilën, që është shumë e bukur, është vjeshtore dhe dimrore, dhe këte setin që është si me leopard, si është kjo. Dhe të dyja bashkë të kombinojnë shumë. Ky seti jeshil kushtoi 4.900 lekë, ndërsa ky seti leopard 9.900 lekë. Këto ishin dhe gjanat e mora, nuk është se bleva, në e gjo kështë di se qa, sepse ishte skandal, nuk ishte asgjë. Tani gjitha këto kanë kushtu 72.700 lekë. Ta mendosh, ka që pak gjona për te Kiabi, që Kiabi nuk është se ka në kualitet kush e di se qa. Kiabi është paka shumë si Primarku. Ka që pak gjona, 72.000 lekë janë qiksi shumë, po që vaja, s'kemi qa bëjmë të shirë. Iku kjo më vetë. Motra mori gjona dimrore për gocën, mori akoma më shumë se unë dhe i shku ndiku ke 20.000 lekëshi, sepse gjonat e dimrit ishin goxha lirë. Kështu që nëse do në të vazhdoni me bleret e dimrit, shkoni, sepse kishte goxha varietete dhe ishin shumë më lirë sa ato të verës. Normale se nuk blen rrobat e stinës që jemi, blen rroba për stinën tjetër, por që unë nuk e bëj kur këtë gjë, nuk e di pse se kam bë dot. Them duket shumë larg tash të blej në fund korrikut unë të blej rroba për nëntor, dhjetor, janar, se si më duket. Ndërsa motra ime është më e zgjuar se unë për këto gjona, bleu thash më shumë se unë dhe paguajti më pak se unë. Nëse unë do të çohem tani sepse do ta mbyll këtë vlog, do ta përfundoj se shumë pak më kanë ngel pa përfundu.
dhe do ta postoj. Dhe kismet zoti do nis vlogun e ri. Jam vetëm me Shansin në shtëpi, Odi në kopës, Lori në punë. Unë do merrem pak me shtëpinë, shoh çat gatuin ai gjo dhe siç ju thash postoj vlogun nëse ika. Ju falenderoj shumë që edhe jeni shtu si në ndjekës dhe si në shikues. Ju falenderoj nga zemra dhe ju puth shumë fort dhe shihemi kismet tek vlogu tjetër. Paçim!